Jemi rrugës për në Shqiponje, ish Jablanic, vizit të general Lahi Ibrahimaj, bashkëluftarit të Gjelal Hajdes, komandantonit, kolonelit i ardhën nga Kroacia. Tash do e bëj edhe një video me Lahi Ibrahiman, do ju sjellit do rrëfime, ka edhe të Ramushit, për shembull Gjelal Hajda toni ka qenë një nga prorët ushtarak që pas luftimeve që kanë ndodhur në Llogjan, 24 mars 98, kur është plagosur Ramushi, toni ka qenë njeriu që i ka vendosur pozicionet e para në zonë Dugagjinit, pozicionet luftarake, këto përmenda shpesh edhe Ramushi, më pastaj me Lahien e kanë formu kazermën Jablanis ku kanë prit, veç kanë fillu grupe tjera më ardh nga perëndimi, dhe kështu vazhdon karriera ushtarake e Gjelal Hajdes tonit në Kosovë, pas luftës së Kroacisë. Historitë luftës vështira, që para do ditë që isha këtu të në përkujtim për Gjelal Hajden. Gjelali ka pasar herë toni, kemë thonë, a i ka pa qitë pozicion të para të luftës. Një grup dikun për 28 vjetash të udhëhequr nga toni, aty i strehon toni në një mal afër bazenit të Redërmiqit, ku shumë afër ishin edhe forcat serbe të pozicionuara, pasi që bënë përpjekje të sulmonin edhe njësinë e Dugagjinit sikur njësinë e Drënic. Dhe vazhdon vjen deri në Shqiponje me ordin e tonit, ai më këshillon që ne të formojmë një kazermë në fshat, ku do të strehoheshin ai grup për 28 vjetash, por edhe vullnetarë të ri. E bëm një gjë të tillë me tonin. Unë malet për Shqiponjes, gjitet toni me djemë Kosovës, në kërkos qëtë, ishti komin, krah për krah me patil një monin. Vjen kriti, Gjelal Hajda, ka e gjokësi, ka qiri, ishte ceni, luan harati. Jablanica, sot Shqiponja. Përshëndetje nga Jablanica, sot Shqiponja, e generalit Lahi Ibrahimaj. Erdhëm tu sot një vizit në kompleksin e dëshmorëve, bashkë me Lahien, me cili nuk e ka lëshu fshatin, kujdeset ende në reakcione edhe qenë këtë duke punu. Kompleksi memorial fshatin Jablanis të komunës Gjakova gjatë luftës së Shesh Shërbije shtati UÇK-s. Ku janë dëshmorët që i kanë janë Jablanis, për shembull ky përket besimit krishterë, Beat Soli, edhe Gjergji, që lufta UÇK-s nuk ka pas ndasi fetare. Komuna Gjakovës ka komunitet krishterë. Zek Gjon Krasniqi, Neli, Ramushi sikur trupin e dorë, njëjtë. Trapnuma i ka posë Ramushi të kanë të rejtë ka të rejtë, e shkjetë, shumë se kanë posë ka provë kështë të rejtë. Pastaj prej Polosit orë dhe shtarë. ka mbi emrin Gosati si Tisnijës. Kjo është modë. Ja, dhe kulla ku kanë mbledh artefaktet. Ja,
të masë. Jemi në Shqiponje, generalit Lahi Ibrahimi e Nazmijes, dajte Ramushit, si Shpeshinit, Loanit, e Shkelzenit, këtu kem generalin që në priti, këtu ka flajt edhe Gjelal Hajda toni, grupët që e nardë prej përendimit në asko. General, mirë se të kemi gjithë, Mirë se ardhë. a mundësh me këthy kohën pak kujtimet, kur ka ardhë Gjelal Hajda në mars 98-ës, si kanë rrjedhë gjarë, që shiki prit, këtu kanë flajt. Po fillimi i luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kryesisht betejë e familjes Jashari, me që edhe jemi në prag të epopesë së Jasharëve, për 7 mosit dhe 24 mosit, familje lavdishme Haradinaj, me njëherë fillun grupet me arët vullnetare në përkrahje të luftës lirimtare Kosovës. Një ndër grupet që erdhi masive ishte edhe grupi të cilit i printe Gjelal Hajda toni, të cilët fillimisht u vendosën këtu për të shpërndarë një pjesë në për zonat prej nga vinin në Dranic, Sulap e Gjatiu, dërsa Gjelal Hajda toni vendosi të jetë në Jablanic përkohësisht, i cili na ka ndihmu shumë me organizimin e njësitë, celula, po edhe pozicione luftarake duke u bazuar në përvojën e luftës në Kroaci, me qenë sa i kishte luftuar në Kroaci me të njëjtin armik dhe njihte mirë natyrën e luftës që zhvillon në Serbia. Pastaj ka shku në Vllazhan, në zonën e Duvazhinit, pothuajse cep në cep, ka vizitu pozicionet, ka udhëheq njësitë, ka udhëheq edhe pozicione luftarake, dhe kryesisht ka qëndruar në Jablanic dhe Vllazhan, po kryesisht gjumin e ka bërë në këtë kull në familje. Në shumë video e kitë cek, kur ka arë toni, do më thonë, kini vendos bashk kazermen me hap, pasi ka pas grupe që ka narë shumë. A kishit vena që shë arritet me kryuat kazerma, a rishit me siguru ushqim për krejt ata ushtarë që vinshin a? Po deri në formimin e kazermës ushtarake, ushtarët i kemë vendosur për familjet këtu në fshat, gjitha familjet e Jablanicës, do të thotë nuk ka familje që nuk ka strehuar ndonjë grup të caktuar, sepse vinin vullnetarë nga Shqipëria për të futur në Kosovë, për njëjtën kohë vinin grupe të cilat udhtonin drejt Shqipërisë për të furnizuar armatime, dhe pothuajse nuk ka familje që nuk ka strehu grupe të armatosura, por edhe grupe të pa armatosura që shkonin për të furnizuar armatim. Ishte një ide fillimisht edhe e Musa Jasharit për të formuar një kazermë, pastaj kontribut veçanta edhe Gjelal Hajda toni, e cila u bën e hyrje të fshatit në një shtëpi, e cila ishte e thot dhe ata jetonin në Gjermani, shtëpia Hoxhës Tem Lel Brahimaj, të cilin e thira në telefon ishte gjallë, tash ka vdekur, dhe pa asnjë hezitim na ka ofruar në shërbim shtëpinë. Aty kujdese pa atë shtëpi edhe heroi kombit tash Naser Ibrahimi, i cili ishte i pandashëm gjatë gjithë luftës me mu, edhe në celulat e para, por që u bon shok të mirë, shok të idealit, së bashku me tonin ku pas kohë edhe Micin. E Micin, kur ka ra me njoft tani? Po me qenë se toni ishte këtu, më ka kërku ndihmën, kom dëgjuar për shumë media, po e vërteta ashtu, më ka kërku ndihmën për të bënë kontakte me Micin, kem pas telefonin satelitor, e kem organizu dhe në taku fillimisht në Malishevë me Micin, pastaj Mici ka orë këtu, disa herë, ka orë me profën që i thonin, pastaj ka orë me grupe, ka najtë këtu në këtë kull, ka shku bashkë me tonin të Ramushi, shumë herë, po ka rastis edhe mu taku këtu me Dautin, me Shkelzenin, po edhe kanë shku atje. Kjo ka qenë, pastaj kanë lëviz në përkrejt Kosovë, në zonat e UÇK-s kanë qenë edhe në Dranic, Gjetjo. Po kudo që ka nevoja, në kom gatshëm, po e para që janë taku toni e Mici janë taku këtu. Fizikisht këtu janë taku toni. Që edhe hoxha i spat po thjerë. Shumë respekt general. Në falenderojt. Atëherë në atë kohë, ropa që i tonin ja ka dhonë vllai tem i revolve. Nazmiu ta? Nazmis, dhe këtu ka qenë ato takimet e para të tonit të Micit, dhe Mici o kthy në Ravec, ka vazhdu ato ashtu që ja ka dhonë porosit Mici para pregaditjet
Dhe deri që kanë vlerësu që duhet edhe toni me lëviz, pastaj me dakordancë edhe të komandantit zonës operative Dugazhinit Ramush Haradinaj, po gjithë komandantëve toni ka lëviz në drejtim të Ravecit ku ka formu shtabin dhe janë pozicionu aty poshtë. Po kontaktet si ndërprej me juve? Faleminderit shumë. Absolut, kone pa mujt në mund ndërprej kontaktet sepse ne kemi qenë zona pashtrikit dhe zona Dugazhinit në viku fitara, ashtu dhe që të dyja kemë pas nevojë për njëra tjetrën dhe sigurisht për furnizime me armatim kanë shku përmes Dugazhinit dhe gjitha ka qenë një bashkëpunim shumë adekuat mes tonit dhe kryesisht komandantit zonës edhe me mu. Faleminderit. Pranojshë këto, qka është punue. Edhe të revolës. Që këto gjatë nave, laznija. Ramushi herën e parë, me kalash, Ramushi. Shumë interesant. Kjo është nona Lahijes, ose Ibrahimaj, rrë me 3 kusht. E ka historinë e vetë të heroinës. Të e në kullet e Dugazhinit që bëhen trakat, kini edhe shumë dokumentare. Dugazhini njihet për kulla, se cila zoni ka pas ndërtimet loj, dhe me thonë, që se vajtin se në i ka dip të gjona mirë. Qëfar konstrukti ka në Dugazhini, qëfar ka në Drenicës, qëfar ka në Shkollës. Që kjerë të tenke me në që zotë jetë në. Ku marë tenka? Dhe voreze. A, se pash. Iman, i gëllogjanit, lufton toni si zane malin, fyt për fyti, me stojanin, don t'ja falë gjakun vahtanin. Krane fatil limanin. Bacinin,